Përshëndetje të dashur teleshikues, teledëgjues, teletapisatan, mirë se keni ardhur në emision në këtë të hënë 25 maj 2026, jemi duke ndjekur emisionin Top Fare. Do t'jemi deri në orën 20:00, si çdo të hënë, ju e dini tashmë këtu në 100 MHz dhe njëkohësisht në kanalin 10 në digital, kështu që televizorin aty, ngrini volumin, bëni punën tuaja çfarë jeni duke bër, na dëgjoni sepse ju premtojmë që nuk do t'ju zgënjejmë. Pse? Edhe po ju zgënjejmë ne, nuk zgënjen muzika, se është DJ Vini nga ana tjetër. DJ Vini, Julian Hurdha dhe Angelo Shkreli për t'ju bërë këtë mbrëmje me diell ende të bukur. Sa të vi mbrëmja e la. E sa të deshte moj lalka ty tyryry, që kish mendjen moj veç tek ty tyryry, shkakëtare moj e ty për këtë verë moj që po pi. Po ne nuk pim. Don't drink and drive, mos pini as në punë, pini pas pune, pini pasi të kryeni çdo lloj gjëje. Po, nëse doni që t'ja kaloni mirë dhe të mos ikni me sikletë dhe me merake. Juli, çfarë ka ndodhur këtë javë? Këtë javë ka ndodhur, nuk e di, ka qenë zjarr në çdo fushë, në çdo prizëm. Lajmet i hapje një moment, dëgjoja një gjë tjetër. I hapje momenti tjetër, ishte harru ky lajm se kishte dalë një tjetër. Ky vend prodhon vetëm lajme. Patjetër, jo ky vend, po gjithë bota ka sidomos ky vend. Se çka bër ky vend, po Juli duhet të thënë që jemi zyrtarisht, le të themi vera. Pjesë e Bashkimit Evropian. Jemi jashtë, si jemi akoma. Presim 2029. Nesër është një mbledhje shumë e rëndësishme, duhet të thënë. Me 26 maj, ditën e nesërme është një mbledhje e Shqipërisë, e qeverisë shqiptare, delegacionit shqiptar. Po pse po fërkon duart ti do marrësh një lek? Jo, po tiet marsi, koleg, është. Marsi, okay. Fol edhe fërkon duart si të vi bereqeti, tha, me Bashkimin Evropian për negociatat. Kështu që me shpresë lajme të mira. Po, ti Vini si mendon, futemi ne në 2029 në flesh direkt. Dysh del thot. Si e parashikon Vini futjen e Shqipërisë në BE? Nuk e dëgjua more. Çfarë theu Vini? Flas me muzikë çuna. Okay, në rregull. Vini thot padyshim që po. Ti Juli? Unë jam me Donald Trumpin se ka bërë një deklaratë dhe unë cilën nga se ka bërë gishtat lart për Donald Trumpin. Jo, gishtat mos i ngrisë, si ngre Donaldi. Po sikur si ngre Donaldi. Nuk e bën ai, nuk ngre më gishta. Ai ngre, po ti do thuash sa gishta mund të ngrej. Kjo është pikë pyetja. I ngre gjitha ajo kur ai është presidenti i Amerikës. Lajmi më shokues ishte që Donald Trump bëri një deklaratë të padëgjuar kurrë më parë. Kemi gati ilaçin që kthen njerëzit nga vdekja. Çfarë thua ore? E tha dhe këta. Po shumë mirë bëri që e tha, po ti elaboroje pak. E kemi testuar, tha, dhe skeptiku i pari i këtij lajmi ishte gjyshi im. E bëjnë Kastile, tha, që të na rrisin moshën e pensionit. Një sekondëre, po ti më ke thënë se gjyshi yt ka ndruar jetë. Po. Por unë bleva ilaçin. Po tani ku po rri gjyshi? Ti ne. Po pse, si bi që jeni çik ngushtë, ti më ke thënë që keni shpinë vogël. Ky është problem tjetër për koleg, se ne mezi morëm një 1+1, tani që na u kthy gjyshi, na duhet i 2+1. Shqiptari shkret edhe kur ndodh mrekullia prap të mysin hallet, hajt fut gjyshi në shtëpi. Po e gjem një zgjidhje. Pse? Na thuaj. Ti kemi thënë gjyshit, shesi shtëpinë që kishte, të fusim dhe lekët, shesim dhe këtë, ti bëjmë gjitha bashkë dhe do ta marrim 2+1. Kë shtëpinë që po rrinte. Po. Si shesi qivurin në? Po jo më ka pas garzonierë gjyshi se. Kishim marrë dhe për gjyshin dhe për gjyshin, kishim marrë 2 vende. Edhe Edhe ka pasi garzonier. Vini duhet shtosh një ca tani se disa ka vajt 2 metra katror në tufinë në sharr. Duhet i bësh llogarit mirë. As të vdesësh të lart. Një këst kredie nga 300 deri në 600 euro. Madje tani kanë filluar ta kthejnë. Po, jo re, por më shumë. Kështu që tham gjyshi do gjyshi e kishte edhe dopjo grop. 2. Pra janë 2 këste kredie, kështu që inshallah po ja dalim. 2 këste kredie, bo, çfarë bëhet? Pas kam myt halle, po se kuptoj pse po qesh më Juli. Se mirë brava Shqipëri dha. Edhe kur të bie mrekullia, prap hallet nuk të lënë rehat dhe mirë se erdhët në emisionin që ju kujton se si gjallë, si vdek duhet ai shkret lekun xhep. Patjetër, nuk e ka thënë kot Artiola. Harxhoje pa. Disa ka thënë harxhoje, ja futa kot. Jo, e thot ai Hysni, si ka Zena më duhet. Mehdi Zena. Mehdi Zena e thot, po. Jo, Mehdi Zena. Mirë mbrëmë Shqipëri. Betohem. Legu edhe për pjetë. Juli nuk ka pirë në emision. Është esull, mund t'i bëjmë dhe bipin. Jo, ne bëjmë testin para se. Patjetër, mirë se keni ardhur në emision ose hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top, sepse më mirë do bëhet, më keq nuk ka ku të shkojë. Ndërkohë, kutia zez. Ç'kutie? Black box. Right on time, u thësh çfarë thotë kjo. Okej.
Jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fare dhe ju kujtohet kur bënim dikur me shokët e me shoqet këtë. Njësoj është dhe kjo fiksi kënga që sapo lam pas kur bënim me njëri tjetrin shaka e të tjera dhe për gjithë ju që jeni në Unaz, aty tek rrethi i Paskuqanit apo ura e Paskuqanit si i thoni ju, në varësi se si i thoni, është një trafik për të futur brenda në Tiranë, pra për të dalë nga Jordan Mise, Sirikodra apo bulevardi, kështu që është jo e kuqe, po e zezë fare, kështu që mundoni ta shmangni, nëse mundeni, nëse s'mundeni. Alo. Hello, Mr. Juli. Hello, Top Albania Radio. Zoti Trump, mirë se erdhe përsëri, kënaqësi. I have found a really good medicine. Kamilasi që se njerëzit nga vdekja. Po të lutem tani se e tham dhe në fillim të emisionit këtë tani. Nuk, me gjithë respektin për ty, po është e pabesueshme kjo. E kam provuar tek një person dhe funksionon. Yeah. Po jo, zoti Trump, nuk funksionon të që po t'ishte, nëse do funksionon të dhe t'ishte i vërtet ky lajmi do ishte bërë buj botërore, do feston të gjithë bota. Nuk do kalon të thjesht si një lajm. Po Shqipëria po. Ju duhet të festoni, my friend, kam bërë një mrekulli, amazing. Duhet festojmë ne për këtë lajmin tënd, po e njëherë ç'mrekulli. Se keni vite që thoni atë ngrihet edhe i hera i, ja ku jam ngrita unë, yeah. Ku shë ngrit gjës, po shofim gjëna. Po ta kaloj tani telefon, bye, see you, my friend. Ua, këti edhe i bi telefonin ku flet më, ja. Alo. Shokë dhe shoqe. Po? Mirë se ju gjej. Mirë se të gjej. Po, që bërë? Pse nuk erdhe më parë? Po, jo më një minutë. O vini, është në kamerë fshetë, s'ka mundësi kjo. Alo. Keni devijuar nga vija, shokë. Pas lajme dhe tani nuk rini më në radhe për qumësht. Po i bini, shkoni vidhni në dyqan. Po, shiko, ishte i rast në Pogradecaj, nuk mund ta përgjithsojmë tani. Ndodhe një herë. Do hiqen makinat, shokë. Do ngelët duke u marrë me makina. Makinat do t'i zëvendësojmë me traktora. Po, shiko, e kanë fajin njerëzit, më nuk e ka fajin makina. Të isha një herë i ri, të shkoja në ato male, të jepja një urdhër, t'ju bëja që ju të hidhnit valle. Nejse shok, atë muzikën aty kush e vendosë? DJ Vini, krenarisht pjesë e Top Albania Radios që nga 99-ta. Shoku Vini, që është kjo muzike huaj? Shoku Vini, se nuk e dim ne kush ishte Shoku Vini, një dezertore, jo shok. Po lene më tani se Vini ka në dorë edhe të mbylli telefonin, kështu që me qetësi, me dashuri. Që është ky emision më shokë? Po, emision argëtues me pak humor që t'ja zbukurojnë pas ditën atyre që janë stresuar në përpunër apo hallet e tyre. Humor, që është ky humor më shokë? Që është kjo liri? Ku doni ju të dilni me këtë humor? Po s'duam të dalim diku më zotri, thjesht argëtojmë dëgjuesit se janë stresuar, thash. Si s'doni të dilni askundë? Që është ky humor pa plan 5 vjeçare? Shok dhe shoqe, dëgjoni. Lirin nuk e solla unë. Atë gjeta mes jush e ju amora. Shiko, ti sqarojmë ca gjëra njerëz, unë jam i vogël, nuk e mbaj mendun këto kohë. Devijimet ideologjike në rrjetet sociale janë të rrezikshme. Pas janë më të rrezikshme se vetë armiku. Por rinia tani aty e ka mendjen se kështu kanë ardhur kohët, rrjetet sociale, telefon. Pas mbledhjes jashtëzakonshme të Komitetit Qendror të Botës së Përtejme, vendosëm që rinis të heqin telefonat edhe t'ju japim kazmë. Edhe një prasë. Po më mirë kazmë jepja, po amën mos harro dhe patatën, se e kishi fiksim atë. Patatën mbaje, se patatë jashtë edhe bukë edhe gjellë. Mirë, po mos harrove dos dhe wifi në për ara e në për fushë, se duhet i qik internet, paktën shohim. Shoqe, mani shënim rregullat e reja në rrjetet sociale. Nëse ekspozohet trupi,
Promovohet luksi Borgjez, riedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në Spaç. Po. Kush bën Get Ready With Me? I thyre pasqyrat jeci 8 vite tërë. Hajde. Kush lë mjekër, do të hiqet nga puna. Bo, kësa i thonë të dalim rruje qeth. Jo, se ti e shumë i shëmtuar tiri ashtu. Kërcënimi moral në TikTok, fjalori huaj, dërgohet 6 muaj në tharje liçenit e liçeni i thotë. Po si që shikon në shoku... Qa më s'ma nëzërgoj... Si që shikon në shithar liçeni, prandaj dhe i thonë liçeni i thatë, nuk ka qa thahet. Do e thajnë prapë për siguri, se do ndërtojmë një 2 pallate me tulla para fabrikat. Nga këta që digjen, në regull. Jo, digjet a i viti, se imi nuk është djegu. O, imi ka marrë flak për atë punë. I shkreti ti, po njeke, laj saj. Apo mos je gjenga Elbasani. Jo, nuk, jam pak më këtej, nuk e kaloj malin. Tani, po. Kush dëgjon muzikë dekande, shef filmat të huaj e përdor fjalor banale, do të hapi kanale në Durrës që kur të bjeri shi mos të përmbytet më. I morëm vesh. Tani, ata mbyllim ne se kemi muzikë dhe kemi muzikë dekadente fix nga ajo që thuti. DJ Vini na qote Bon Jovi It's My Life e ta mbyllim. Shoku Juli. Shoku Juli. Ua. Mua s'ma ka mbyllur njeri gojen 20 vite, mendon se ma mbyll ti? Qatë them, unë grej duart, s'kam qatë them. Në regull. Po si ishte qëllimi të mbyllja thjesht, nuk e di. Tani kemi hapësirë muzikore, duhet ta mbyllim, jemi detyruar, do na japësh lejen. I shok mbylle, sepse unë sapo kam filluar, dhe mos harroni. Unë ju ndjek nga përtej varet. Na ndjek. Përshëndes. Si dukemi? Ti e i shëmtuar të zoti. Po ai tjetri? Kujdes aty. Ta marri Manushi në televizor. Ta marri Manushi në televizor, në regull. Urojmë ta ti po na dëgjon, ne urojmë të ketë dëgjuar dhe Manushi. Po ju shoh dhe në kanalin 10 në digital. Ju kanë sjellë televizor atje, I kemi tëra kushtet, jemi si faraoni. Nuk e keni përsysh atë shprehjen që po na dëgjojnë veshët.